Organogrami i pozitave për gjyqtar në Republikën e Kosovës i vitit 2026 përmban 482 pozita për gjyqtar. Këshilli Gjyqësor i Kosovës përmes këtij numri është fokusuar kryesisht në rritjen e efikasitetit në gjykatën e apelit, duke shtuar numrin e gjyqtarëve në gjykatën e apelit dhe ndërsa fokus të veçantë i ka kushtuar krijimit të gjykatës administrative. Me qëllim që gjykata administrative të mos ketë asnjë ditë vonesë dhe që në ditën e parë të ketë të caktuar stafin e saj. Në këtë plan që kemi paraqitur këtu, në faqen 10 e shihni që gjykatës administrative janë caktuar 80 pozita, prej tyne 23 gjyqtar dhe 57 staf administrativ. Presim që në vitin 2026, në momentin që do të kemi ndoshta ridiskutime për buxhetin apo nga diskutimet apo dëgjimet që bëma herët të reflektohet mbi zhvillimet që kanë ndodhur në gjyqësor në periudhën 2025-2026 dhe në mënyrë veçantë 2026, dhe që nënkupton që themelimi i gjykatës administrative në princip do duhet ishte detyrë në radhë parë e qeverisë, por edhe kuvendit të mbështetet gjyqësori me resurset e nevojshme që kjo gjykatë të jetë funksionale, për shkak se në të dy rastet edhe kur është themeluar gjykata komerciale dhe kur do të themelohet tani gjykata administrative, ka pas ta themi vlerësime bazë në rastin e hartimit të koncept dokumentit për nevojën e krijimit të dy gjykatave, dhe që në fakt nga ato dokumente është qartësuar sa duhet të jetë numri i gjyqtarëve dhe i stafit mbështetës. Mirë, po ajo që është po ashtu evidente është që vetëm në vitin 2022 ne kemi pranuar 50 pozita të bashkëpunëtorëve dhe nuk kemi pranuar asnjë pozitë të mbështetur nga qeveria në 3 vite. Dokument ky strategjik që ka udhëhequr veprimtarinë tonë institucionale drejt rritjes së efikasitetit, transparencës dhe cilësisë së shërbimeve gjyqësore. Të dhënat e përmbledhura dëshmojnë një angazhim serioz dhe qëndrueshëm në të gjitha nivelet të sistemit gjyqësor në realizimin e objektivave të përcaktuara në planin e punës së KGK-s për vitin 2025. Në nivel të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, nga gjithsej 44 aktivitete, të planifikuara janë përfunduar 21, që përfaqëson një shkallë të realizimit 98% realizimit. Ky rezultat dëshmon për kushtimin e administratës së KGK-s në përmbushjen e reformave dhe nismave strategjike dhe në rrethona sfiduese operative dhe buxhetore. Duke që është një ndër vitet që tregon një përmbushje plot të asaj që është planifikuar në fund vit si vlerësim ose si nevojë edhe për këshillin edhe për gjykatat, dhe është tek rëndësi që si trend me vazhdu duke pas gjithmonë në vëmendje specifika që i dikton koha në kuadër të rrethonave apo të gjendjes që ndodhet në nivel të gjyqësorit.